Kërkesa e policisë së shtetit dhe SPAK që biznesmeni Ermal Beqirej i akuzuar si pjesë e një grupi kriminal që dyshohet se abuzonte me tenderat e akshit të ekstradohet me pranga drejt Shqipërisë, ka mbërritur të shtunën pranë autoriteteve franceze, raportojnë mediat, por procedura pritet të zgjasë disa javë përpara se 44 vjeçari të përballet me akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme. Autoriteteve franceze u është përcjell gjithashtu kërkesa për sekuestrimin e pasurive që dyshohet se janë blerë ose përdorur nga Beqirej. Sipas të dhënave të autoriteteve shqiptare, bëhet fjalë për një kështjell me vlerë rreth 2.6 milion euro, llogari bankare me mbi 2 milion euro, 2 apartamente dhe disa automjete. Strukturat franceze të specializuara për luftën kundër krimit të rënd financiar pritet të nisin procedurat për bllokimin e këtyre aseteve, nëse plotësohen kushtet ligjore. Beqirej ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar me njoftim të kuq të Interpolit që prej 24 dhjetorit të vitit të kaluar në kuadër të hetimeve për tenderat e akshit. Ai u arrestua në Francë pasi avioni i lehtë që drejtonte hyri në hapësirën ajrore të kufizuar mbi centralin bërthamor të Penlit. Mjeti fluturues u detyrua të ulej në aerodromin e Albertit, ku biznesmeni u vu në pranga. Gjykata franceze vendosi që ai të qëndrojë në paraburgim deri në përfundimin e procedurave. Sipas SPAK, përmes kompanisë Soft and Solution, Beqirej dyshohet se ka përfituar tenderat përcaktuar me vlerë 10 milion euro në një skem ku dyshohet se janë përfshirë edhe biznesmen dhe zyrtar.